Në çdo kohë kur e kemi Mërgatën këtu, pra në çdo ditë është ditë e shtuar për neve, është ditë plot gëzim për neve. Na e kuptojmë se sa është e rëndësishme prania e tyre në vendin tonë, por në njëjtën kohë edhe mbështetja e tyre që i japin vendit, pra vendlindjes tyre, për të ecur përpara. Çfarë do qoftë datë të saktohet, nuk do të ketë asnjë frikë e asnjë zhgënjim, sepse Mërgata është e mirë se ardhur këtu në çdo ditë vitit. Dhe unë besoj që edhe në rezultatin e 28 dhjetorit, Mërgata ka më dhënë një rezultat jashtëzakonisht të bukur dhe festiv zgjedhjeve, sepse mendojmë që është hera e parë që bashkarisht edhe do të votojmë këtu në mënyrë sa më shumë në numër, por edhe bashkarisht do të festojmë për çfarë do qoftë rezultat që do ta kemi. Në fundit të gjithë jemi shqiptarë dhe do të gëzojmë bashkarisht për çfarë do rezultati që ka zgjedhur qytetari i Kosovës, sigurisht. Me 20 Zoti Korenica, në anën tjetër ka pasur zëra nga eksponentë televizjes vetëvendosje se partitë ish opozitare ja kanë frikën votave të Mërgatës. Është vërtet dhe si përgjigjeni kësaj? Kjo është manipulu, sigurisht prej deklaratave të ndryshme të përfaqësuesve të subjektit politik lëvizjes vendosje, duke thënë që ju po i frikoni Mërgatës, pse ne kemi shtyr mbajtjen e zgjedhjeve deri në 20 dhjetor, etj, janë çështje për të cilat mendoj që nuk do të flasim fare, mendoj që ne do të fokusohemi që sa më shumë njerëz të marrin pjesë në zgjedhje. Është një proces demokratik, është një proces që do të jetë me vullnet lirë për me vendos për një mandat plot qeverisës, sepse Kosova ka nevojë me hec përpara, mjaftueshëm kemi hek prej sanksioneve të ndryshme, prej mos antarësimeve ndryshme në organizata ndryshme ndërkombëtare, me qalimet të mëdha në zhvillimin e mbrëmshëm ekonomik, infrastrukturor, shëndetësor, arsimor dhe çka do tjetër që mund ta shikojmë, ka pasur një dozë e vogël e përparimit, por kjo nuk është e mjaftueshme. Kosova duhet me hec me hapa të shpejt, të sprintit, jo të maratonës. Maratonën do ta kemi më vonë, por tash fuqishëm na duhet të fokusohemi drejt masave të nevojshme ekonomike, siç është lehtësimi i barës së TVSH në produktet bazë, në energjinë elektrike. Duhet të fokusohemi në rritjen e pagave, sepse pagat nuk janë mjaftueshme, ato që janë momentalisht, i keni pa që po deklarohet që do të ketë një rritje të pagës në muajin janar, pastaj në muajin korrik një rritje tjetër, por që në asnjë rrethon nuk po tregohet mbas cilës formulë ka dalë kjo pagë, e cila është e mjaftueshme me imbulu kostot tona jetësore, dhe unë ju them këtu që kjo pagë nuk mjafton, është e pamjaftueshme, prandaj shumë tri, shumë familje vendosin me lëshu Kosovën fatkeqësisht, dhe unë mendoj që ne duhemi u fokusu që këto elemente të fuqishme që janë të nevojshme për mirëqenien e qytetarëve të Republikës Kosovës, të fokusohemi të zhvillojmë, të avancojmë në mënyrë që ata ta ndjejnë veten këtu fuqishëm të përfaqësuar, fuqishëm të mbrojtun dhe të mos kenë nevojë të shohin jashtë kufive të Republikës sonë. Të ndrojmë edhe pak çast tek pjesa e Mërgatës, ishte ndër preferencat e vetëvendosjes pra data 28 dhjetor që të ketë edhe prani fizike të Mërgatës. Megjithatë, preferenca e vetëvendosjes ishte që të ketë edhe qendra të tjera alternative në diasporë për të votuar, përveç konsulatave dhe ambasadave edhe formës së votimit me post. Pse besoni se një farë forme vetëvendosja ka pasur këtë dëshirë që të ketë edhe qendra të tjera, por që e lehtësuar me të vërtet qytetarit atje formën e votimit apo për të tjera qëllime? Po japi një argument thjesht, koha është shumë e shkurt për me bë organizimin e mirëfillt zgjedhor edhe jashtë ambasadave dhe konsulatave, sepse ne e dim që është dashur një kohë gjatë përgatitet gjithçka, po flas për infrastrukturë në mënyrë që të mos kemi cënim të votës nga askush. Dhe paramendojeni që për një kohë kaq të shkurt të lejohen votimet në për këto qendra pa mekanizëm mbrojtës, pa siguri plot, pa mbikëqyrjet nevojshme, dhe mendoj që është tentuar në një farë forme me u keqpërdor vullneti i lirë i qytetarëve të Republikës Kosovës që jetojnë jashtë vendit, dhe për këtë arsye mendoj që ka qenë vendim i drejtë që nuk është leju pjesëmarrje në ato qendra ku nuk ka pas siguri plot për votime. Besoni se qëllimi i vërtetë i vetëvendosjes ka qenë lehtësimi i qytetarëve
Lehtësimi i procesit votimit për Nuk qytetarët besoj atje. që ky ka qenë qëllim. Qëllimi ka qenë me u manipulu vota në këto qendra, sepse po shihet dhe është dëshmu që nuk ka pas sigurit plot që vota që do të sillej aty dhe prej aty të transportohej për numërim ka qenë e pasigurt. Prandaj mendoj që ka qenë vendimi i drejtë që nuk është leju votimi në këto qendra.